Kohët e fundit në qytetin e Korçës është vënë re një rritje e dhuruesve të gjakut vullnetar në moshë më të re. Kjo për shkak të marrjes së informacionit më të shumë dhe më të detajuar fal fushatave ndërgjegjësuese se përse është kaq e rëndësishme të dhurosh gjak. Kjo prirje lidhet dhe me fushatat e shumta ndërgjegjësuese të zhvilluara në shkolla, universitete dhe institucione të ndryshme, të cilat synojnë të informojnë të rinjt mbi rëndësinë jetike që ka dhurimi i gjakut. Përmes këtyre aktiviteteve, të rinjt marrin më shumë informacion mbi procesin e dhurimit, sigurinë e tij dhe ndikimin që një dhurim i vetëm mund të ketë në shpëtimin e jetëve. Duhet të dhurojnë ata për arsye se ka njerëz që nuk kanë mundësi për të blerë gjak. Keni informacion mjaftueshëm si të rinj që nuk ka pasoja, ndoshta ka të rinj që druhen për shkak të kësaj? Po, kam informacion, shkolla na ka informuar në këtë pjesë. Të gjithë të dhurojnë, do të kryejnë në fillim ato analizat, prandaj. Të shpëtojmë njerëzit që janë në spitale ose po. Duhet më shumë ndërgjegjësim tek të rinjt për të dhuruar? Po. Unë them për mendimin tim që të gjithë që kanë mundësinë duhet të dhurojnë. Mjekët dhe organizatorët e këtyre fushatave theksojnë se rritja e pjesëmarrjes së të rinjve është një sinjal pozitiv për krijimin e një kulture të qëndrueshme të dhurimit vullnetar të gjakut në qytet, që prej fillimit të vitit janë shënuar rreth 300 dhurime pranë bankës së gjakut në Spitalin Rajonal të Korçës.